Mirëmbrëma, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Gjatë kësaj jave, qeveria miratoi buxhetin 2026, që është edhe dokumenti më i rëndësishëm ekonomik, i cili në fakt përcjell vizionin që ka qeveria për ekonominë gjatë një viti. Buxheti ka shifrën e 8.9 miliard eurove. Bashkimi Evropian në fakt ka vlerësuar reformat ekonomike në vend në raport progresin e prezantuar gjatë kësaj jave për qeverinë shqiptare, ka vlerësuar qëndrueshmërinë dhe stabilitetin, por thekson se mjedisi të bërit biznes mbetet ende sfidues. Ndërkohë Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit, sipas Bankës Qendrore, treguesit ekonomik janë të stabilizuar dhe të konsoliduar, ndërkohë që ekonomia ka vijuar rritjen e mëtejshme. Ndërkohë, plakja e popullsisë dhe emigrimi i fuqisë punëtore po bëhen ndër sfidat kryesore dhe që po cënojnë rritjen ekonomike. Në workshopin organizuar nga Banka e Shqipërisë, guvernatori Sejko tha se ardhmja është ndikuar nga pasiguritë e larta globale. Ndërkohë, në emisionin e sotëm në fakt ne do të ndalemi tek lajmi i javës, që ishte miratimi i buxhetit për vitin 2026. Në fakt muaji nëntor është një kohë kur të gjitha diskutimet fokusohen pikërisht në dokumentin më të rëndësishëm, i cili do të pasohet edhe me paketën fiskale për vitin e ardhshëm, dhe ne gjatë gjithë këtij muaji pra do të diskutojmë risitë që sjell pikërisht ky dokument. Por në emisionin e sotëm do të ndalemi në njërin prej tyre dhe do të flasim për pagën minimale, e cila rritet nga janari i vitit 2026. Nëse do të referohemi të dhënave, pra në janar të vitit të ardhshëm paga minimale shkon në 500 euro nga 400 që është aktualisht, ndërkohë që sipas objektivit të qeverisë, deri në fund të mandatit qeverisës, paga minimale do të arrijë në 700 euro. Nëse do të referohemi të dhënave, paga minimale qeveria e ka arritur me vit pas viti thuajse, dhe përjashtim bëjmë vetëm vitin 2024 dhe viti 2025. Por paga minimale në fakt është konsiderohet si një pagë antivarfëri, ndaj dhe është e rëndësishme dhe merret si një minimum jetik. Por ndërkohë për kostot e rritura të pagës minimale, kryeministri ka premtuar se do të ketë një kompensim për biznes. Ndjekim çfarë ka thënë kryeministri. Po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Do të kompensohen, tha kryeministri, të gjitha bizneset nga rritja e kostos së pagës minimale, por në fakt nëse do të referohemi të dhënave, nga rritja në 500 euro e pagës minimale, fillimisht do të përfitojnë apo do të preken rreth 307.000 përfitues. Nga ana tjetër, buxheti i shtetit pritet të mbledh 9 miliard lek më shumë në arkën e shtetit, por do të kompensohen të gjithë bizneset dhe përjashtim do të bëjnë të vetë punësuarit, dhe ndërkohë kompensimi do të parashikojë vetëm pagesën që bën punëdhënësi për punonjësin, pra për sa i përket sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Dhe siç e thash, pra do të përjashtohen të vetë punësuarit nga efektet e rritjes së pagës minimale. Por me një rritje të tillë, bizneset janë të detyruara pra që të rrisin automatikisht fondin e pagave dhe të sigurimeve shoqërore, ndërkohë që një rritje e tillë gjithmonë ka pasur dhe shoqëruar me debate, pasi kush duhet ta arrisë pagën minimale, shteti apo biznesi. Studimet kanë treguar se një rritje e pagës me ligj do të sjell informalitet në tregun e punës, do të sjell një punësim të pjesshëm, por mund të sjell edhe një rritje të mëtejshme të çmimeve në treg. Ndaj, një vendim i tillë i qeverisë duket më shumë si një vendim elektoral apo një qëllim elektoral, apo është një reformë e mirëfillt në ekonomike. Të dhënat gjithashtu tregojnë se informaliteti më i madh në tregun e punës mbetet në pagat e ulta në masën 60%, tek pagat mesatare në masën 20% dhe tek pagat e larta në masën 20%. Por pavarësisht këtij vendimi për të rritur pagën minimale në shkallë vendi, sërish Shqipëria mbetet vendi me pagën më të ulët në rajon, dhe pas nesh mbetet vetëm Kosova, pra me 350 euro, e cila ka njoftuar se në vitin e ardhshëm do ta bëjë dhe ajo pagën minimale 500 euro, ndërkohë që në vend të parë është Malizi me 670 euro, është Serbia me 618 euro dhe më pas vjen Maqedonia e Veriut. Ne do të analizojmë kostot e rritjes së pagës minimale nga viti i ardhshëm me bizneset, me ekspert të fushës, por edhe me ekspert në të tregut të punës. Për gjitha këto, na ndiqni. Në
Në këtë pjesë të parë të emisionit, ne do të flasim me komunitetin e biznesit, pasi sipërmarrësit janë ata që duket sikur nuk e mirëpresin këtë vendim qeverisë për të rritur pagën minimale, pasi sipas tyre ky vendim është i njëanshëm dhe i pa konsultuar më parë me grupet e interesit, pra me biznesin. Dhe do të flasim tani dhe kemi në një lidhje direkte nga Shkodra sipërmarrësin zotin Gjergj Leqejsa. Përshëndetje zoti Leqejsa. Faleminderit që jeni në Ekozon. Është imja. Gjergj, a mund na thoni çfarë do të thotë për ju rritje e pagës minimale me 10.000 lekë nga janari i vitit 2026 për të gjithë punonjësit që keni në kompaninë tuaj? Shiko, me një aritmetik të thjesht, kjo do të thotë një rritje prej 25% e zërit paga dhe duke i shtu edhe pjesën për kontributin e sigurimit shoqëror, do të thotë një rritje e zërit të kostos paga shtesa me 25%, e cila do të influencojë në rritjen e kostos produktit. Për mendimin tim, në industrit ku paga shtesa nuk kanë ndonjë peshë të madhe në koston e produktit, kjo mund edhe mos të jetë e ndjeshme për sa i përket efektit negativ. Por nëse flasim për sektorin e fasonit, ku zëri paga shtesa përfaqëson nga 65 deri te 85, ndoshta edhe më shumë të kostos, do të thotë një rritje kostos pothuajse aq e barabartë me rritjen e zërit paga shtesa në koston e produktit. Dhe duke i shtu kësajt edhe efektin negativ të kursit të këmbimit, për mendimin tim, kjo është për të studiu dhe bëhet një pyetje si ka mundësi që rrinë në kam ky lloj biznesit me një rritje të tillë, sepse nëse shifet që është edhe e mundshme për ta verifikuar, duke pas parasysh rentabilitetin e këtij sektori, unë nuk e di se si ne qëndrojmë. Gjergj, po çfarë do thotë një rritje me 25% e fondit të pagave dhe sigurimeve në kompaninë tënde? Si do ta menaxhosh ti këtë kosto të shtuar? Shiko, kur flitet për raste të veçanta, nuk është të thënë se kjo rritje prej 25-26% që unë thash është rritje reale e kostos produktit, sepse në shumë raste, edhe në rastin tonë konkret, paga reale është më e lartë se 40.000 lekë, 40.000 lekë, si thonë. Kështu që efekti nuk është puro 25-26%. Pastaj, në anën tjetër, duke pas parasysh edhe natyrën e biznesit të këtij sektori fason, në rastin konkret, ne nuk jemi një rast klasik fason, ne jemi vetë pjesë e grupit që bashkëpunojmë dhe çdo herë ne kemi pas mundësinë që t'i lajmërojmë dhe kemi gjetë edhe një farë mirë kuptimit për sa i përket ndryshimit të nivelit të çmimeve të produktit. Por për hir të vërtetës kohë të fundit, ne kemi hasë në një vështirësi sepse jo se mungon dashamirësia partnerëve italian, po është tregu i cili nuk e lejon këtë rritje në masa kaq të konsiderueshme. Unë mendoj që edhe për ne që deri në rritjen e fundit të pagës minimale praktikisht ka pas efekt të vogël ose as pak, mendoj që kjo rritje do ketë një farë efekti dhe do ta shohim se si do të gjejmë, nëse do ta gjejmë një gjuhë të përbashkët me partnerin italian. Konkretisht në sektorin e biancheria intima, ne kemi fillu të prekupohemi dhe ka rreth 2 vite që kompania mam Cotonella SPA ka mendu dhe ka fillu një aktivitet në Uzbekistan, ku është një treg mjaft interesant me atë idenë e nivelimit të kostove, një kosto mjaft e ulta në Uzbekistan, me kosto të konsiderueshme në Shqipëri, të gjejmë një mesatare dhe të mundohemi që të jemi kompetitiv në treg.
Gjergj, studimet tregojnë që një rritje e pagës minimale pa bazuar në produktivitet do të nxjisë informalitetin. Si e vlerësoni ju një fakt të tillë? A mund të kemi një efekt të tillë nga janari vitit 2026 në tregun e punës? Po, unë jam dakord me teorinë që taksat larta, kufizimet larta rrisin në një farë mënyrë tendencën për të gjetë mënyra jo direkte të mjetesës. Dhe kam frikë që kam e pas në një farë tendence, por në anën tjetër me gjendjen e sotme ku çdo gjë është online, pothuajse bëhet shumë e vështirë ose e pamundur gjetja rrugëve informale për ta kaluar këtë situatë. Kështu që unë e shoh që rastet do jenë më të kufizuara, por pastaj kjo nuk është informalitet, kjo është për mendimin tim është korrupsion. Gjergj, po këtë herë qeveria thotë që do të kompensojë efektet e rritjes së pagës minimale për të gjithë bizneset që kanë punëtor, vetëm për pjesën që paguani ju, pra punëdhënësi që paguan për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në një afat kohor prej 9 muajsh, pra duke nisur nga janari deri në shtator, kostot e shtuara do të subvencionojë qeveria. Në fakt, pastaj mbas shtatorit do të jetë çdo gjë në normalitet, pra dhe këto kosto do të paguhen për jush. A mund të thoni sa ju ndihmon ju një masë e tillë? Shiko, për mendimin tim kjo është jo shumë, për mendimin tim është jo shumë edhe serioze, sepse nëse biznesi e përballon, nëse biznesi nuk e përballon, atëherë asnjë gjë nuk ndryshon për 5, 6 apo 7 muaj, vetëm se qeveria për mendimin tim shpërdoron fonde ku mund t'i përdori mjaft mirë në sektor të tjerë ose në mënyra të tjera për ta incentivu ose për ta mbështet me forma indirekte biznesin për t'u përshtat kostove të reja dhe normave të reja. Kështu që unë nuk mendoj se kjo është një ndihmë. Për mendimin tim është më shumë një zgjatje e gjendjes koma nëse është për në një biznes të tillë. Po mirë, nëse këtë nuk e quani ndihmë, Gjergj, çfarë sugjeroni? Kush është rruga e duhur sipas jush? Atëherë, unë mendoj që ka mundësi dhe ka forma që qeveria duke njeh gjithmonë parimin e partneritetit dhe paritetit biznes qeveri mund të gjejnë forma të tilla efikase për ta nxit, për ta ndihmu biznesin që t'jetë... Po si, konkretisht, çfarë kërkoni ju për shembull? Kush do të ishte një vendim i duhur? Nëse kjo formë që ka zgjedhur qeveria nuk ju shkon për shtat. Shiko, këto janë masa të shpejta që për mendimin tim nuk është se kanë me pas në një efekt të rëndësishëm për sa i përket mjetesës dhe të qenonit kompetitiv në treg për sektorin tonë, nuk besoj. Unë mendoj që duhet të bëhen studime, dhe duhet të ishin bërë studime, dhe të kishte fillu aplikimi i masave nga ana e qeverisë për biznesin, e jo vetëm biznesin tonë, duke fillu nga shtimi që për mendimin tim diçka është bë, nga shtimi i kujdesit dhe i mbështetjes së formimit profesional në shkollat profesionale, me projekte për riformimin profesional të punojësve të rëndësishëm nëpërmjet gjatë dhe nëpërmjet punës, dhe sidomos gjetjes së mekanizmave incentivues financiar për ta ndihmu dhe nxit biznesin për të mjetuar. Jemi në një situatë ku ne e dim, dhe qeveria e din, dhe gjithë e din që ka mungesë fuqie punëtore. Jemi në një situatë ku
e reklamojmë sikur është një zgjidhje marrja punëtorëve e punonjësve nga vendet e Azisë. Unë nuk mendoj se kjo është një zgjidhje për vendin e qëndrueshme dhe unë do sugjeroja që në kushtet e mungesës së kësaj fuqie punëtore do të ishte një masë preventive dhe me shumë efektivitet gjetja e mundësive për mbështetjen dhe stimulimin e përdorjes teknologjive të reja, të cilat rrisin rendimentin dhe rrisin cilësinë e punës, çka natyrshëm i krijon mundësi biznesit për të përballuar edhe rritjen e kostos për pjesën e zërit paga shtesa. Për shembull, është thënë edhe në fushatat elektorale ndoshta nëse më kujtoj para fundit, ku është deklaruar që qeveria do marrë masa për rritjen e normës së amortizimit për makineritë dhe pajisjet industriale, e cila për mendimin tim do t'i krijojë mundësi dhe kapacitete financiare biznesit për të bërë rinovimin e teknologjisë. Kjo mund të ishte një masë në drejtimin e duhur. Një masë në drejtim ose fonde të shpejta. Po garancia sovrane në sektorin fason, Gjergj, nuk funksionoi? Nuk ishte një mekanizëm i duhur? Për mendimin tim nuk ka funksionuar ose nuk ka pas. Për shkak të kostove të larta? Patjetër, ose nuk ka pas në një sa informacion kam unë. E kuptoj. Ne nuk e kemi konsideruar përdorimin e kësaj. Një masë tjetër mund të ishte për mendimin tim gjithmonë dhënia e granteve, fondeve të menjëhershme financiare për të përballuar krijimin dhe shtimin e numrit të ri të vendeve të punës. Pra, duke eliminuar dhe burokracinë. E kuptoj. Gjergj, edhe një pyetje të fundit, meqense jemi në fund të kësaj hapësire televizive. Ju thoni që pagan minimale nuk duhet arris shteti me ligj, por tregu ende s'po e rrit aq sa duhet. Në fakt, kush duhet arris pagën minimale? Pyetja është për mendimin tim shumë interesante dhe edhe besoj që është edhe ajo esenca e gjithë këtij bashkëbisedimi. Unë jam me idenë që pala e parë e interesuar për rritjen e pagës është biznesi. Nuk duhet të jetë qeveria pala e interesuar për rritjen e pagës, sepse po ta shohim mekanizmin, qeveria nuk ka fonde. Qeveria përdor fondet që krijon biznesi dhe duke i krijuar biznesit një mundësi për shtimin, përmirësimin, rritjen e cilësisë dhe të sasisë produktit nga biznesi, i krijon biznesit mundësinë e rritjes të ardhurave dhe në këtë kuadër rritjen e mundësisë të pagesës edhe të shtuara të pagave dhe të sistemit taksave dhe pra një mjedis më i miri të bërit biznes, një klimë më pozitive ekonomike do të sjellë natyrshëm një rritje reale të pagave më shumë se sa me një vendim qeverie. Pra është biznesi konkretisht ne në kompanitë tona ne jemi gjithmonë të vëmendshëm për krijimin e mundësive për rritjen e pagave dhe për hir të vërtetës deri me këtë rritje që mendojmë se ka me ndodhë vitin që vjen, ne kemi gjithmonë disa hapa përpara rritjes për në kuptimin e efektit financiar në krahasim me përqindjen e rritjes që qeveria ka menduar për pagën minimale. Dhe pastaj unë vazhdoj me qenë i mendimit që është tregu ai që përcakton rritjen e pagës ose stagnacionin e pagës, sepse puna është element, është treg, është mall. Siç është mall edhe paraja që unë këtu po ndërhyj pak, unë kam qenë dhe vazhdoj me qenë kundër opinionit të shumë kolegëve të mi, të cilët pretendojnë se qeveria duhet të kompensojë ose të rregullojë kambion, kursin e këmbimit. Paraja është mall, si çdo mall tjetër në treg, dhe kur ka me shumicë euro do t'i bëjë vlera, normale është. Qeveria
ka mekanizmat për ta majtë në kontrol këtë, okej, unë nuk hyrë në punë të qeverisë. Unë them që... Për ta përmbledhur se jemi në fund, po. Unë them që paraja është mallë dhe puna është mallë të cilën e rregullon tregu. Qeveria me të drejtë duhet të vendosi dhe të ketë një tendencë në rritje të pagës minimale për efekt të llogaritjes kontributit, sepse skema pensioneve ne e dimë që ky është themeli i skemës pensioneve. Por qeveria, sipas mendimit tim, nuk duhet të diktojë absolutisht asnjë tregues për sa i përket shifrës absolute të pagës. E mbyllim, Gjergj, edhe me këtë koment të fundit që ju dhat. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione dhe do diskutojmë sërisht për efektet e pagës minimale dhe jo vetëm, por edhe të ndryshimeve fiskale që sapo ka nisur të diskutohen në për komisionet parlamentare për sa i përket buxhetit, por edhe paketës fiskale për vitin 2026. Falenderit që ishen e Kozom. Faleminderit ju e komplimente. Dëruar miq, ne do kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë të flasim edhe në pjesën e dytë për rritjen e pagës minimale. A është kjo më shumë një qëllim elektoral i qeverisë apo është një reformë e mirëfillt ekonomike? Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për rritjen e pagës minimale e cila do të hyjë në fuqi nga janari i vitit 2026 si pasojë një vendimi të marrë nga qeveria. Referuar të dhënave pra, në janar të 2026 paga minimale do të arrijë në 500 euro, ndërkohë që objektivi i qeverisë është që deri në fund të mandatit të shkojë në 700 euro. Nëse do të shohim të dhënat, rezulton se paga minimale është rritur pothuajse vit pas viti, përjashtim bëjmë vetëm 2 vitet e fundit, 2024-2025. Por sa herë ka një vendimarrje të tillë nga qeveria për të rritur pagën minimale, sigurisht ka edhe një debat të madh se kush duhet të arrisë pagën. Duhet të arrisë shteti apo duhet të arrisë biznesi. Për sa i përket të dhënave, ne edhe me rritjet që bën qeveria, sërish mbetemi vendi me pagat më të ulta në rajon, duke u krahasuar pothuajse me Kosovën, pra e cila rezulton ta ketë pagën minimale në 350 euro, Shqipëria në 400 euro, Maqedonia e Veriut në 584 euro dhe në vend të parë është Mali Zi me 670 euro dhe më pas vjen Serbia. Por çfarë impakti ka nëse rritet paga minimale me vendim të qeverisë? Studimet kanë treguar që nëse do kemi rritje të pagës të pabazuar në produktivitet, atëherë ka gjasa që vendime të tilla të shoqërohen me informalitet, me punësim të pjesshëm, por edhe me rritje çmimesh. Ne do të analizojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit me ekspertin që është i ftuari im, zoti Enea Janko. Përshëndetje, faleminderit që jeni kozon. Enea, sa herë kemi vendime të tilla nga qeveria për të rritur pagën minimale, siç e thash, kemi gjithmonë një debat që bëjmë mes biznesit, ekspertëve të fushës lidhur me kush e ka këtë detyrë apo kush e ka këtë vendimarrje, kush duhet ta ketë këtë vendimarrje. Sigurisht biznesi, të cilin sapo e pata në një lidhje direkte një sipërmarrës nga Shkodra, thotë edhe puna është pjesë e tregut. Duhet ta arrisë tregu dhe jo qeveria dhe jo biznesi. Sigurisht që kjo rritja e pagës minimale me ligj stonon pak, sepse jemi në një ekonomi tregu të lirë, por po të bazohemi në të dhënat e situatës ekonomike, faktikisht paga që do të vendoset si pagë minimale 50.000 lekë, paga shumë i përputhet kërkesave që ka tregu, sepse jemi në situatën që vetë bizneset kanë nevojë për më shumë fuqi punëtore. Pra, problemi kryesor që bizneset kanë sot është mungesa e fuqisë punëtore, që nga nivelet më bazike deri në nivelet e larta drejtuese dhe menaxheriale. Në këtë kuptim, kjo 50.000 lekë, pak a shumë unë besoj që janë të pakta bizneset që kanë nivelet të tilla pagë minimale. Pra, janë vetë nevojat që ka biznesi, nevojat e tregut për fuqi punëtore që e diktojnë këtë pagë. E ne apo mos harrojmë, sipas të dhënave zyrtare të paktën të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, gati 40% e të punësuarve janë me një pagë minimale apo afër saj. Të deklaruar. Unë po flas gjithmonë për pagat reale që aplikojnë
nga biznesi. Pastaj, kjo çështja e pagave për llogaritë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore është tjetër gjë që bizneset përpiqen që ta mbajnë sa më të ulët me qëllim që të ulin kostot e biznesit, sepse ne duhet pranojmë që ekonomia shqiptare, bizneset shqiptare kanë nivel shumë të ulët të konkurrueshmërisë dhe rritja e nivelit të pagës minimale dhe që do të çojë edhe në rritjen e pagave të tjera, sepse kur rritet paga minimale, presioni për bizneset është të rrisin dhe pagat e tjera, sepse nuk funksionon kështu që rritet vetëm paga minimale. Më kupton? Kështu që rritja e pagës minimale me ligj është një presion i madh për jo vetëm për biznesin, por për gjithë ekonominë shqiptare, sepse e bën atë më pak konkurruese. Ne aktualisht biznesi shqiptar, ekonomia shqiptare ka nivel të ulët konkurrueshmërie. Kjo duket edhe në nivelet e bilancin e eksport-importit që kemi ne, që vazhdojmë ta kemi shumë negativ. Në këtë kuptim, pra, rritja e pagës minimale dhe pagave të tjera për bizneset do të jetë presion i madh dhe do të ketë pasoja për kompanitë e biznesit. Pra është një vendim pozitiv, po thoni. Ka më shumë gjasa të ketë efekt pozitiv se sa negativ? Jo, sepse në qoftë se pagat nuk rriten bazuar mbi produktivitetin, çfarë është, në Shqipëri pagat saktohen, si më thënë, bëhen me ligj, po jo mbi bazë të studimeve të treguesve të performancës ekonomisë apo të produktivitetit ekonomik. Një nga treguesit që duhet llogaritur është ajo që quhet produktiviteti i punës. Pra, sa është, po themi, prodhimi kombëtar bruto mbi orët e punës së punojësve që janë të punësuar. Pra, në qoftë se llogarisim aktualisht që kemi rreth 1.17 milion të punësuar, po ta shumëzojmë me 40 orë në javë dhe 52 javë që ka viti, janë rreth 2.5 miliard orë pune. Po ta pjestojmë GDP-n që është rreth 25 miliard euro në vit në 2024 me 2.5 i bie që ora e punës, produktiviteti është 10 euro për orë pune, ndërkohë që mesatarja e BE-s është rreth mbi 100 euro për orë pune. Pra, po të shikojmë, ne kemi nivel produktiviteti shumë të ulët dhe nuk mund të arrisësh pagën 25%, është anormale kur rritja e produktivitetit është minimale. Sigurisht që produktiviteti i punës së punojësve varet nga shumë faktorë të tjerë, varet dhe nga produktiviteti i kapitalit financiar, i investimeve në teknologji, në teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit, në research and development, edhe kështu me radhë. Pra, në këto kushte që ne rritjen e produktivitetit të punës e kemi shumë të ulët, nuk mund të kalojmë në nivelet të tilla se Dakord, Enea, dakord me këtë argument, por ne e dim shumë mirë se si funksionon tregu i punës në Shqipëri. Tani, me ligj nuk është e rekomandueshme të bëhet, por edhe vetë bizneset nuk është se kanë qenë dhe janë kaq të prirur për të rritur pagat. Domethënë ka një ngadalësim të paktën sektori privat, nuk është në të njëjtin trend siç është edhe shteti të paktën në 2 vitet e fundit, ose më saktë gjithmonë kemi diskutuar që Shqipëria ka nivelin më të ulët të pagave. Tani, një mekanizëm nxitës imponues... Nuk mund të merremi vetëm me pagat. Pra, ne duhet të shohim funksionimin e ekonomisë në tërësi. Pra, se ekonomia, zhvillimi i ekonomisë dhe i performancës nuk varet vetëm nga paga. Mund t'i japësh një punonjësi edhe 2 fish të pagës, mund t'i arrisësh brenda vitit, por rezultati i punës ti do të jetë i njëjtë. Pra, në këto kushte, kompania do të falimentojë. Ne nuk duam falimentimin e kompanive, apo jo, se kjo është aventurë, po ta mendojmë kështu. Pra, ne duhet merremi në tërësi me gjithë faktorët që çojnë në rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe këto lëvizje që bëhen për pagat duhet të jenë shumë të studiuara, shumë të madhura, jo me urdhër kryeministri apo qeveria apo parlamenti bën ligj dhe e caktojmë, por pasojat nesër do të jenë negative për ekonominë e vendit. Zoti Janko, si e vlerëson, është vendimi për të rritur pagën minimale në 500 euro, është më shumë, e shikon më shumë si një objektiv elektoral të qeverisë, apo është një reformë që për qeverinë thotë do t'japi frytet në vazhdim? Po, sigurisht që qeveria përpiqet që ta përmirësojë atë imazhin e vet dhe një vend aq më shumë kur pretendojmë që do të shkojmë, do të antarësohemi në Bashkimin Evropian pas pak vitesh, siç deklarohet nga qeveria shqiptare,
do unë sigurisht që kryeministri dhe qeveria do të përpiqen ta rregullojnë imazhin, dhe një nga treguesit janë edhe këto niveli pagave, niveli pensioneve dhe tregues të tjerë. Po të shikojmë, për shembull, jemi në një lloj konkurrence edhe me Kosovën, sepse para pak ditësh edhe Kosova ka premtuar që në vitin e ardhshëm do të ketë 500 euro. Po pra, nga 350 do të kaloj në 500 euro. Pra, duket që këto janë më shumë vendime politike për të rregulluar, si më thënë, imazhin politik të qeverive, se sa janë vendime të studiuara dhe të bazuara mbi situatën ekonomike që kanë vendet tona. Megjithatë, Enea, qeveria thotë se do të kompensojë për 9 muaj me radhë efektet e rritjes së pagës minimale për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që paguan punëdhënësi, vetëm nga ana e punëdhënësit. Është kjo një masë që ndikon, lehtëson, pas 9 muajsh është më shumë për të zbutur këtë impaktin e menjëhershëm. Impaktin dhe presione që mund të ketë nga biznesi. Pra, të kalojmë këtë fazën fillestare, për pas 9 muajsh çfarë do bëhet. Pra, nuk është, ne duhet të shohim pak më afatgjatë, jo thjesht brenda vitit, si me thënë. Në gjykimin tuaj, çfarë kriterësh duhen marrë në konsiderat për të përcaktuar një pagë minimale, sepse duket sikur nga të gjitha analizat që bëjmë është më shumë një dëshirë, hajt po e rrisim pagën me 500 euro, hajt po e rrisim me 100 euro direkt, apo me 50. Kush e përcakton këtë nivelin e rritjes? Unë pak më përpara thash që duhet merremi më makro, me të gjithë treguesit në tërësi. Pra, ne duhet të merremi, po them, me fuqinë blerëse, me rritjen e fuqisë blerëse, por rritja fuqisë blerëse, çfarë do na sjell? Në një strukturë ekonomike që ka Shqipëria, që importi është 2 herë më i madh se sa eksporti, ne jemi në kushtet që duke rritur kërkesën konsumatore, ne thjesht rrisim importit, pra nuk po ushqejmë zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare. Prandaj ne duhet bëjmë, pra këto të ardhurat që ka buxheti i shtetit, duhet t'i alokoj, t'i shpërndaj në disa drejtime që prodhojnë më shumë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Pra, jo vetëm rritje pagash, duhet të çojmë ca para më shumë në disa drejtime që japin zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, rritje të prodhimit real të prodhimit të vendit. Se po t'i shikojmë, pra, kontributet e sektorëve të ndryshëm në zhvillimin ekonomik të vendit, më shumë ne bazohemi te kërkesa konsumatore e brendshme. Pra, në këtë kuptim, ne duhet merremi e para me uljen e çmimeve, që vijnë nga rritja e kostove të prodhimit për produktet e brendshme dhe nga inflacioni nga produktet e importit. Ne dim që shumica e familjeve shqiptare, pjesën më të madhe të buxhetit tyre familjare shpenzojnë për ushqime, për të ngrënë, apo jo. Në këtë mënyrë, pse qeveria shqiptare nuk bën disa politika mbështetëse pak, si më thënë, më të dukshme, për të rritur prodhimin e brendshëm ushqimor, me qëllim që të kemi më shumë siguri te produktet e vendit, mos varemi nga produktet e huaja, dhe kjo do sjell edhe rritje të punësimit, edhe rritje të pagave, edhe rritje të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga kontributet e të punësuarve. Pra, mos i bëjmë gjërat, si më thënë, me urdhër, por këto të jenë zhvillime normale, reale që i vinë ekonomisë. Vetëm pas edhe të pa konsultuara, zakonisht janë vendimet për pagën minimale vetëm thjesht njoftohen. Nuk mund të bëhet brenda vitit një rritje 25% e pagës minimale, është jo normale, jo logjike. Pra, që këtu duket që është një vendim politik. Pra mund të ishte rritur ndoshta me 50 euro të bëjë në mënyrë pak më graduale, sepse me këto ritme dhe me objektivin e qeverisë për 2029 në 700 euro pagë minimale, do të thotë që në 2027 ndoshta s'do të kemi, po do të kemi në 2028 sërish të rritje? Shiko, e thash që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë varet nga kërkesa konsumatore. Po të shikojmë rritjet e çmimeve çdo vit, se nga vijnë të ardhurat e buxhetit, rritja e përvitshme, po të shikojmë vjen më shumë nga rritja e çmimeve, që dhe nga produktet e importit kryesisht. Në këtë mënyrë, ne rrisim çmimet, rrisim pagat, por po të shikojmë raportin e fuqisë blerëse, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe. Kështu që shtresat më të varfra e vuajnë këtë pjesën e rritjes së çmimeve, duke blerë më pak. Aq më shumë që rritja ndryshimi dhe i kursit këmbimit me valutat e huaja, sepse një pjesë e madhe e familjeve shqiptare
atë kërkesën konsumatore e kanë të financuar nga parat që vinë nga remitancat. Apo jo, në këtë mënyrë, ulja e vlerës e euros dhe e dollarit ka ulur fuqinë vlerëse të gjithë këtyre familjeve që mbahen me paratë e remitancave. Këtu doja të dilja pak, zoti Janko, në të gjithë këtë debat për të rritur pagën minimale me 100 euro, të gjithë ata që na dëgjojnë besojnë se do të kenë 100 euro plus në xhepin e tyre. Në fakt, 500 euro është paga bruto, ndërkohë që neto, duke hequr detyrimet, sigurimet shoqërore shëndetësore, paga që do të kenë në xhep do të jenë diku ke 44.000 lekë. Nga një rritje e tillë, nga një vendim i tillë, në gjykimin tuaj kush fiton më shumë? Fiton më shumë buxheti i shtetit duke mbledhur më shumë para, apo fiton qytetari me disa para më shumë që mund të mbeten në xhep? Nga anon më shumë peshorja. Shiko, po të bëjmë një llogari, pra sigurisht buxheti i shtetit ka përfitimin e vet. 9 miliard lek më shumë nga llogaritjet. Nga rritja e pagës minimale, por sepse rritet edhe maksimalja. E tham, jo vetëm maksimalja, do të rriten edhe pagat e ndërmjetme, sepse rritja e pagës minimale çon në presion te biznesi për të rritur edhe pagat e ndërmjetme, apo jo. Kështu që rezultatit në rritjen e kontributeve, pra të ardhurave nga kontributet, do të jetë shumë më i madh se sa thjesht ajo rritja e pagës minimale. Në këtë kuptim, qeveria fiton. Nuk është se qeveria do t'i mbajë për vete, ato parat do të shkojnë te pensionet. Por me siguri qeveria do të ulin atë pjesën e kontributit të buxhetit, pjesën e kontributit drejt për drejt të buxhetit për pensionet edhe për sigurimet shëndetësore. Pra, në këtë kuptim, qeveria, si më thënë, ka bërë llogaritë e saj. Ndërkohë që rritet paksa fuqia blerëse e qytetarëve, e popullatës. Beton, sepse një pjesë do të ngelen në xhepat e tyre, por kjo që po diskutojmë tani, vlen të diskutohet pak më gjë në kuptimin që këto politikat fiskale mbi të ardhurat nga punësimi, që u bë vite që nuk janë ndryshuar, janë ato të duhura, pra mund të taksojmë ne, si më thënë, mbi 30.000 lek të reja, 30.000 lek të reja, ka mundësi edhe minimumi etik sot nuk është 30.000 lek. Kështu që ne fillojmë taksimin mbi 30.000 lek. Duhet të arrisim nivelin e të ardhurat të pataksueshme. Pra, se për të ardhurat deri në pagën minimale, deri në 40.000, sigurisht nuk ka taksa, po kur është mbi 50, fillon nga 30.000 lekë. Kështu që unë mendoj që minimalisht paga minimale duhet jetë e pataksuar. Dhe aty të filloj, për të gjithë, dhe aty të filloj me norma shumë më të ulta. Pra ne kemi mbi 200.000 lekë e taksojmë 23%. Nuk është 200.000 lekë, nuk është pak që të krijon mundësi që të vendosësh kapital. Sot është një pagë e mirë, dakord, por jo më pak më dinjitoze që të jep mundësinë të konsumosh pak më shumë, por nuk krijon dot kapitalin, nuk krijon dot pasuri me 200.000 lekë të reja në muaj. Pra, ne duhet të arrisim të ndryshojmë të fashën e taksimit dhe këto nivelet me përqindjet larta të taksimit duhet i kemi shumë më të larta se sa të 200.000 lekë. Por TAP-i, tatimi mbi të ardhurat për cilin jemi duke folur, është një zë shumë i rëndësishëm në të ardhurat e buxhetit të shtetit. Çka tregon që vështirë mund ta ketë qeveria për ta riparë. Shiko, kjo unë shumë vite përpara kur kam kontribuar për programin ekonomik të kësaj qeverie në 2009 dhe 2013, i kam propozuar këtë gjë, sepse duhet t'ju lëm qytetarëve mundësit të konsumojnë pak më shumë dhe do t'ja marrim sepse ne dim të ardhurat kryesore mblidhen nga taksat konsumatore, nga TVSH-ja, nga aksizat, nga përsëri. Do në këto para nuk do t'i ngelen prap, do t'i marrë qeveria në një drejtim tjetër tek TVSH-ja, tek aksizat, tek prap në buxhetin dhe ka mundësi që do t'marrim më tepër, por duhet i lej pak më shumë mundësi konsumimi qytetarëve me qëllim që të stimulohet dhe rritja ekonomike në këtë mënyrë. Sa më shumë konsum të kenë nga qytetarët, më tepër zhvillohet ekonomia. Pra për ta përmbledhur me pak fjalë, propozimi ose sugjerimi juaj për të shmangur këto rritjet e detyrueshme të pagës minimale është një rishikim i politikës taksimit të pagave në vendin tonë. Të ardhurave nga pagat. Jo vetëm nga pagat, jo vetëm nga puna, edhe nga burimet e tjera që ne kemi 15%.
drejta autorit, nga disa burimit të tjera, nga qerat, apo ne dim që një pjesë e madhe e familjeve tani janë detyruar japin shtëpitë e tyre me qera për të siguruar pak më shumë të ardhurat. Do të ishte një burim i mirë i mbledhjes së të ardhurave për të lecuar disa individ nga paga. Patjetër. Pra, në këtë mënyrë, shumë familje që japin banesat e tyre me qera për turistët e huaj, nuk kam pse ta fshehin këtë gjë, por mund ta deklarojnë qofse tatimi mbi këto të ardhurat do të ishte pak më i ulët, se sa 15%. Megjithatë, zoti Janko, kjo mbetet një masë populiste, apo jo? Teksa dëgjon që qeveria kërkon që të rrisë pagën minimale me 100 euro, apo të rrisë pagën që ndërhyrë në tregun e punës, duket një masë populiste që për shumë qytetarë thot është gjëja e duhur. Po, sigurisht që në psikologjinë e njerëzve, këto ndryshime mund të sjellin efekte, por unë flasë për gjëra serioze për zhvillimin e ekonomisë dhe për zhvillimin e vendit, nga gjitha pikpamjet, ne duhet politikat i bëjmë pak më të studiuara dhe të japin rezultate më të qëndrueshme. Zoti Janko, të falenderoj që ndave me mua këtë opinione. Falenderit ju për ftesën. Nderuar miq, shkëputemi sërish për pak minuta dhe do të vijojmë edhe në pjesën e fundit të flasim për rritjen e pagës minimale dhe sinjalet që jep një vendim i tillë në tregun e punës. Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe po vijojmë të flasim për rritjen e pagës minimale, pra që si kundër edhe e përmenda do të nisë nga janari viti 2026 dhe rritja është me po është 100 euro nga 400, pra që është aplikohet aktualisht paga minimale. Në 2026 do të shkojë në 500 euro, por nëse do të shohim edhe të dhënat, paga minimale pra është rritur pothuajse vit pas viti, por jashtim bëjmë vetëm viti 2024 dhe viti 2025. Por çfarë sinjale shjep një vendim i tillë në tregun e punës? A do të rriten më tej edhe pagat e tjera, pra pagat mesatare apo pagat e larta, ndërkohë që sipas të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit janë gati rreth 6.000 vende pune nga ana e biznesit që kërkojnë punëtor. Ne do të flasim në këtë pjesë të tretë të emisionit për tregun e punës dhe pagat në këtë treg, pra me të ftuarin tim që është Arlind Kurti, përfaqësues i agjencisë së kompanive të punësimit. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Arlind, ju keni vite që përfaqësoni pra një kompani që merret me rekrutimin e punonjësve dhe i përputh pra interesat sipas kërkesave dhe të biznesit në vend. Vendime të tilla, kur merren vendime të tilla për atë rritje së pagës minimale, në fakt çfarë sinjalesh japin në treg? Ka një impakt të drejt për drejt në tregun e punës, si për punëdhënësit dhe për punëmarrësit. Impakti tek punëdhënësit normalisht rrit si fillim kostot e kompanisë, gjë që ndikon drejt për drejt në buxhetin e kompanive, ndërsa për punëmarrësit normalisht që ka një rritje sado të vogël të mirëqenies. Punëmarrësit, duke filluar nga janari, duhet marrin parasysh që do bëjnë kontrata të reja pune, gjë që do ndikoj drejt për drejt kjo rritje page dhe në fitimet e tyre. Që sjell më pas, ndoshta dhe ata duhet gjejnë mënyrën se si të rrisin fitimet e tyre te kompanitë e tyre. Ndoshta duke rritur çmimet tek produkti apo shërbimin që ofrojnë për klientët. Unë e thash në fakt edhe pak më përpara, studimet tregojnë që teksa pagat rriten në formë të tillë, në mënyrë ligjore, pra me ligj, ka gjasa që ato të shoqërohen me një rritje të informalitetit, me punësim të pjesshëm, pra do gjejnë mekanizma apo me një rritje çmimesh, pra bizneset do gjejnë mënyra se si të balancojnë apo si të reduktojnë këto kosto të rritura që do të kenë në aktivitetin e tyre. Ju si mendoni çfarë impakti që do të ketë në vitin e ardhshëm? Mendoj se punëdhënësit realisht nga kontaktet që keni zakonisht nga kontaktet dhe me punëdhënësit që të paktën ne kemi ofruar një shërbim, mendoj se janë realisht pro rritjes të pagave, për shkak se situata në këto momente që flasim, interesi më i lartë për punësim është nga vetë punëdhënësit për gjetur punonjës dhe jo nga punëmarrësit. Gjë që ata i bën të disponueshëm të ofrojnë më shumë paga, thjesht të gjejnë profesionet e duhura dhe profesionistë për fushat që ata ofrojnë për punësim. Për punëmarrësit,
Mendoj se mos zem vetëm tregun e Tiranës, për shkak se tregu i Tiranës ka paga më të larta dhe ofron diçka më shumë, por për rrethet që kanë punonjës, le të themi për fasonët, rritja e pagave ndikon menjëherë në xhepat e qytetarëve. Le të themi që ata paguajnë një faturë më shumë ose plotësojnë diçka më shumë me këtë rritje të shtuar të pagave. Arlind, po për shembull ju si një palë e ndërmjetme mes punonjësit dhe biznesit për t'i përputhur në interesat e tyre. Dikush kërkon punën, biznesi kërkon që të kryej një proces të caktuar. Në negociatat që zhvilloni mes palëve, është paga kryesorja, apo janë kushtet e punës, apo të dyja bashk, dhe sa e vështirë është për të gjetur të mesmen e artë, po themi? Nuk mendoj se punëdhënësit kanë luksin në ditët e sotshme që të kërkojnë punonjës aq gjatë. Punëmarrësit kanë në dorë që të kërkojnë më shumë për kushtet e punës, për shkak se për punëmarrësit është më thjesht për të gjetur një punë, kurse për punëdhënësit është më vështirë për të gjetur punëmarrës, gjë që ndikon direkt te punëmarrësit. Punëmarrësit sot kërkojnë kushte më të mira pune, duke filluar dhe tek profesionistët dhe tek vetë personat që sapo kanë filluar karrierën e tyre. Ndërkohë, çfarë pagash, le të themi, dominojnë në treg nga rekrutimet që bëni ju me kompaninë tuaj? Pagat normalisht fillojnë nga, jo direkt nga paga minimale, ka një rritje më të sipërme mbi minimalen, le të themi nëse paga nga janari do të jetë 500 euro, zakonisht punëdhënësit ofrojnë 550 euro dhe më sipër. Po prapë mbetemi në këto kufi. Patjetër mbetemi tek ato kufi. Jo gjithmonë në të gjithë sektoret e punësimit, nëse zëm sektore ku kanë shumë punonjës, fasoneria, gjithmonë fasoneria është më e prirur që të ofrojë paga më të ulta. Për sa i përket sektoreve që kanë profesionistë, le të themi marangos ose inxhinier, janë të gatshëm që të ofrojnë paga më të larta, por duke gjetur individ që realisht janë profesionistë, të përkushtuar tek puna dhe ofrojnë diçka për kompanitë. Nga këta punëtorë që ju keni siguruar për bizneset shqiptare, a ka patur qëndrueshmëri të tyre në vendet e punës për cilët ju i keni gjetur? Në rast se flasim për 99% të rastave të tyre punonjësve janë të suksesshme, kanë qëndrueshmëri. Por në fund të një vjeçarit, pra të mbarimit të kontratës, nëse këta punonjës realisht kanë dhënë diçka tek ajo kompani, më pas do kërkojnë një rritje apo një motivim për të vazhduar kontratën e punës, që shpeshherë nga punëdhënësit, pra nëse kanë qenë të kënaqur gjatë gjithë këtij vitit, mirëpritet. Kush janë këto sektorët, le të themi, që dominojnë më së shumti në këtë qëndrueshmëri, le të themi, të punësimit? Mendoj se ndërtimi është një ndër to, janë sektoret e prodhimit që njëkohësisht kanë dhe paga më të ulta dhe kanë më shumë punonjës, ndërsa për sa i përket hoteleri, turizmit, ka një diferencë shumë të madhe nga një punëdhënës tek një tjetër. Për shkak se nëse flasim për punonjësit shqiptar gjatë sezonit, pra punëdhënësit janë më të interesuar për punonjë sezonal, kërkojnë paga shumë më të larta, ndërsa prurjet e reja, pra disa punonjës të rinj që vinë me kosto më të ulta, por kërkojnë kontrata të gjata. Pra po thoni që shqiptarët, kur kërkojnë punë, kërkojnë dhe pak më të lartë, po ndërkohë ju rekrutoni edhe të huaj, punëtor të huaj. Të huajt janë pak më të balancuar në kërkesa? Për shkak se vinë nga vende që paguajnë pak më pak dhe kultura e tyre është e tillë. Ata punojnë gjatë gjithë kohës, mundohen të japin diçka në punë dhe në fund të gjithë pagën që marrin e dërgojnë tek familjet e tyre për të ndihmuar. Gjë që indikon drejt për drejt në jetesën e tyre. Kurse shqiptarët normalisht ne pra mundohemi që të kërkojmë diçka më të mirë dhe kushte më të mira pune. Po ja, për shembull, nëse mund të më japësh një shembull, nëse të huajt që ju keni rekrutuar dhe i keni ardhur në ndihmë bizneseve vendase, pak a shumë në çfarë niveli pagash kanë qenë? Gjithmonë fillojnë nga paga minimale, pra nga 500 euro. 500 e sipër. Po, deri nuk ka limit, le themi 500 deri në 700 euro është dominanca më e madhe, duke filluar nga të gjitha industritë, pra hoteleri, ndërtim, prodhim. Për të huajt. Për të huajt. Po shqiptarët? Shqiptarët kërkojnë, mund të themi deri në 2 fishin. Deri në 2 fishin. Deri në 2 fishin. Patjetër, nuk e përjashtoj përsëri rastin që nëse punëdhënësit gjejnë shqiptar realisht profesionistë që angazhohen në punën e tyre, janë të gatshëm të paguajnë dhe më shumë para.
Megjithatë, Arlind, nga viti i ardhshëm edhe Kosova do të ketë një pagë minimale 500 euro, është njoftuar edhe nga diskutimet që po bën Kosova për buxhetin. Edhe Shqipëria, sikundër e përmenda, pra nga viti i ardhshëm do ta ketë pagën minimale 500 euro. A shihni ju për shembull si palë ndërmjetme në tregun e punës një konkurrent që mund t'ju cënoj, pse duhet vijë një punëtor dhe të punojë në Shqipëri dhe mos shkojë në Kosovë? Politikat që shteti ka ofruar për bizneset, për marrjen e punonjësve të huaj, pra për ardhjen e tyre në territorin shqiptar, janë shumë më të thjeshta se sa Kosova. Pra, në qoftë se një punonjës i huaj në Shqipëri vjen për një afat kohor nga 4 deri në 6 javë, në Kosovë duhet minimalisht 3 deri në 6 muaj për ardhjen e tyre. Dhe punëdhënësit shqiptar shkojnë në disa limite që i duan punonjësit sa më shpejt. Pra, limitet e kompanive të tyre për ardhin e punonjësve duhen sa më shpejt. Gjë që fatmirësisht favorizon politika për ligji, pra për të huaj që ne kemi në Shqipëri. Nga çfarë shtetesh rekrutoni më së shumti, Arlind, ju? Kryesisht nga, domethënë ne i ndajmë në sektore. Kryesisht hoteleri, turizëm preferojnë shtetasit filipinezët, indonezianët, ndërsa për pjesën e prodhimit, ndërtimit, blegtorisë ose bujqësisë preferojnë egjiptianët dhe indianët. Gjithmonë ka një filter midis tyre, pra shikohet në bazë të kategorisë subjektit ose biznesit, ne shikojmë dhe shtetësinë nga cilët ato do të vinë. Dhe një pyetje të fundit, Arlind, ka një debat në fakt të madh mes bizneseve dhe ekspertëve lidhur me produktivitetin e punëtorëve të huaj. Për para disa vitesh ishte një eksperiment që akoma s'ja dinim rezultatin lidhur me punësimin e tyre, por në fakt bizneset kanë arritur në konkluzionet që është një shpëtim i përkohshëm, le të themi, mungesa e fuqisë punëtore dhe zëvendësimi i tyre me shtetas të huaj, por nuk është zgjidhje. Ky eksperiment sipas bizneseve duket sikur po shkon drejt fundit, në sensin që kërkojnë dhe duan të mbeten tek punonjësit vendas me rendiment më të lartë. Në fakt, çfarë shihni ju në treg në këtë drejtim? Mendoj se ardhja e punonjësve të huaj sapo ka filluar. Besoj se gjithmonë dhe në bazë të eksperiencës tonë, interesi sa vjen dhe shtohet, për shkak se vetë punonjësit e huaj që vinë në Shqipëri mundohen që ta mbajnë fort vendin e punës. Ndërsa punonjësit shqiptar, ne kemi luksin, pra që në një vend pune të kërkojmë më të mirën, për shkak se kemi një shtëpi këtu, kemi pak realligun për të ndenjtur dhe për të kërkuar një mundësi më të mirë për ne, gjë që është e mirë në kulturën tonë dhe ndikon për të ardhmen dhe të ardhurat tona, ndërsa punonjësit e huaj janë në limite. Ata duan të gjejnë me patjetër një punë dhe ta mbajnë fort atë për të ndihmuar familjet e tyre në vendin e origjinës. Do presim e dëshojmë në fakt se si do t'jetë ky trend për kohën në vazhdim, për vitin paktën 2026 e mëtej. Unë falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur, bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.